Mitrovic dashuri e vërtet. Mitrovic vendlindja ime, o qyteti më i bukur. Shumë e shkja una pengoj, këngën tënde të mos e këndojmë. Ska qetnik që ma ndalën këngën, këndoj për ty dit e natë, sepse malli më pretë si thika, kur këndoj pa u faru e dje me qika. Ti Mitrovic e larë me gjak, që qetnikët të hynë në hak. Ti nuk e di qëfar është dorëzime, dhuron gjak polici, dhuron lot jetime. Kalova shumë vende në këtë jetë, por vetëm në ty ndjej dashurin e vërtet. Unë bia jote që mendoj për ty dhe loti i mallit për ty më rënë në sy. Për herë të parë në ty e pashë rresën, më mësoj babaj fjallën edhe besën, se këtu në rrite me fesë me farë, e këtu rrite edhe herojnë këmbëtar. Se të te më ndryshe se kudo është qele, se të te më shumë se gjdo kënd ngroh djele, se këtu të te mua më lindi nëna, edhe që te që besa bukur ndryqan hëna. Të nderuar të praneshëm, duke falenderuar Eneida Jusufin, ju lutem një duar trokitje të ngrohtë për interpretimin e bukur të poezisë që sapo dëgjuam. Të nderuara zonja dhe zotrinj, dashamerës të librit shqip. E nderuara autore e librit, zonja Elda Ahmeti. I nderuar kryetari i shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar, Papa Klementi 11 Albani, në Suedi, zotri Hysen Ibrahimi. I nderuar redaktori i librit, profesor Zymer Mehani. I nderuar zëvendës ministër i pushtetit lokal, zotri Agon Batusha. I nderuar zotri Arton Konushevci, vëllau i dëshmorit të kombit Ilir Konushevci. Të nderuar mysafir, krijues, profesor, dashamerës të librit dhe të gjithë ju të praneshëm. Mirëdita dhe mirë se keni ardhur. Nuk është rastësi që sot këtë promovim e hapëm pikërisht me poezinë Mitrovic dashuri e vërtet. Një poezi që na rikujton se dashuria për vendlindjen është burimi i çdo frymëzimi, i çdo vargu dhe i çdo vepre që i kushtohet atë dheut. Me këtë frymë po promovojmë sot librin Nën hijen e Shqipës të autorës Elda Ahmeti, një përmbledhje poetike që ngërthen dashurinë për kombin, historinë, figurat tona kombëtare dhe vlerat që na bashkojnë si popull. Ju falenderojmë që jeni bërë pjesë e kësaj dite letrare dhe ju uroj mirëseardhje secilit prej jush. E ftoj të na drejtohet me një fjalë përshëndetse zëvendës ministrin e pushtetit lokal, zotri Agon Batusha. Përshëndetje për gjithë. Ne kur nisëm, unë nisa prej Gjakovës për në Prishtinë, prej Prishtinës në Mitrovic, nuk e dita që do të mbaj një fjalë përshëndetse, kështu që ato që do i them shumë sinqerisht edhe prej zemrës. Prandaj Elda, faleminderit shumë sot që na ke mbledhur me një vepër të tillë, të ndashur familjare, miq të Eldës, unë bashkë me Artonin kemi ardhur sot si miq të Eldës për t'ia jap një mbështetje e një falënderim të veçantë për këtë libër që është i pari për të, e për të cilën po shpresojmë, po besojmë që nuk është i fundit. Kjo është vetëm një nismë, sidomos kur një vajzë e re ka një iniciativë të tillë për të bërë një vepër, një libër, ne duhet të gjithë ta mbështesim sepse jetojmë në shekullin 21 në botën e teknologjisë ku libri ka filluar, interesimi për me lexu libra ka filluar më radh shumë. Prandaj si dashamirës i librit, unë inkurajoj jo vetëm Eldën, po edhe gjithë Eldat e tjera kudo që janë që të shkruajnë sa më shumë libra, që të na frymëzojnë edhe neve, që edhe ne të kemi edhe çka të lexojmë e të mësojmë, por gjithsesi i ftoj të gjithë të rinjtë të reja që të lexojnë libra sa më shumë fizikisht. Jo në telefona, iPad-a, po sa më shumë fizikisht, se ndryshe ndihet libri fizik, e ndryshe është në mënyrë teknologjike. Prandaj Elda, shumë faleminderit nga vetë titullin Nën hijen e Shqipës, kuptojmë që kjo ka frymë kombëtare për brenda,
e ku ma bukur se në Mitrovicën e gjithë shqiptarëve, në Mitrovicën e minatorëve, e shumë trimave si Isa Buletini, e trimave të Mitrovicës, e unë prej Gjakovës e ndjej shumë më afër këtë pjesën e Mitrovicës, se Gjakova me Mitrovicën na shumë të lidhëm në aspektin kombëtar dhe në aspektin historik. Prandaj është një ndjenjë e veçantë që mësonte sot edhe në Universitetin Isa Buletini, pra një emër të patriotit të madh. Kështu që vetë kjo atmosferë ngërthen vetë shumë elemente të cilat sot edhe ndihmë të emocionuar, edhe falendërues që na ke ftu, edhe falendërues që ke bërë një vepër kaq të mirë. Shumë faleminderit profesor, shumë faleminderit për gjithë. Faleminderit. Respekt. Ju faleminderit, Zëvendës Ministër. Çdo libër kalon një rrugtim të gjatë deri në momentin kur arrin në duart e lexuesit, ndërsa një rol të rëndësishëm në këtë proces e ka redaktori. Me shumë respekt, ftoj të marrë fjalën redaktorin e librit, Zotri Zymer Mehani. I nderuar kryetari shoqatës së shkrimtarëve shqiptar, Papa Klementi XI Albani Nesueti, Zotri Hysen Ibrahimi. I nderuar artën, i nderuar dhënder, mirë se keni ardhur. E nderuar lindit, përshëndetje. Autore shumë e çmueshme që je sot krenaria e Mitrovicës. Falenderojmë që na ke bërë bashkë. Faleminderit Varg Zoti edhe shumë gjevahire tjera sikur ky. I nderuar profesor Dr. Sadri Rexhepi, i nderuar arsimtar Nadve dhe Mërgat, tash shkrimtari afirmuar Zë Qirkuti. Naser, mirë se ke ardhur. Shumë e çmueshmja familja e Eldes, i nderuari Ekrem, ku e kemi Ekremin, çu dorën Ekrem. Ekrem, sot ju admirojmë çfarë vajze kije, rri mrapa, ndihmue atë sa ki mundësi, ne bashkë me Zotin Hysen ju qëndrojmë pas kurdo që është nevoja në aspektin profesional. Atë sa mujmë dhe dim. Fjala ime si redaktor është në libër, do ta lexoni. Ndërsa për promovimin e sotëm, studimin tim e kam titulluar kështu: Liria, amanetit që shndrit mes gjakut e shkronjave. Studim për librin Në nhije e Shqipes të shkrimtares Elda Ahmeti, një duar trokitje për Elda. Faleminderit botues, shoqata e shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar, Papa Klementi XI Albani Nesueti. O kuptue redaktorun Zymer Mehani, recenzent Hysen Ibrahimi, njëkohësisht kryetari i shoqatës. Ne duar trokitje për kolegun. Të dashur pjesëmarrës, sot, në këtë tempull të dijes, nuk kemi ardhur vetëm për të promovuar një libër, por kemi ardhur të dëshmojmë se poezia vazhdon të jetë një nga format më të fuqishme të kujtesës sonë kombëtare. Dhe nuk është as pak rasti që ky promovim zhvillohet pikërisht në Universitetin Isa Buletini, në qytetin e Mitrovicës, qytet që ka njohur dhimbjen dhe krenarin, sakrificën dhe qëndresen, por mbi të gjitha besimin se liria dhe dia ecin gjithmonë së bashku. Kur mora në dorë doshkrimin e këtij libri, kuptova se nuk kisha përballë vetëm një përmbledhje poezish. Kisha përballë një rrëfim shpirtëror, një zotëri që i drejtohet historisë me respekt,
atë dheut me dashuri dhe së ardhmes me përgjegjësi. Poetja Elda Ahmeti, edhe pse në moshë të re, dëshmon se talenti nuk matet me vite, por me fuqinë e fjalës. Poezia e saj nuk kërkon ta mahnit lexuesin me figurat të stërngarkuara. Ajo fiton besimin e tij me sinqeritet, me ndjenjë dhe me një përkushtim të dukshëm ndaj vlerave që e mbajnë gjallë identitetin ton kombëtar. Në këtë vëllim, autorja na fton të ecim nëpër 3 shtigje të rëndësishme. Së pari, na kthen të rënjet, të familja, të gjua shqipe, të gjyshi, të tradita dhe të edukimi që lind brenda vatrës shqiptare. Pastaj na sjell në Mitrovic, këtu ku jemi, jo vetëm si një hapësirë gjeografike, por si një simbol të qëndresës. Këtu ura nuk është vetëm urë, ajo bëhet metaforë e historisë sonë, e plagëve që ende dhembin, por edhe shpresës që nuk shuhet. Në fund, libri ngrihet në një dimension më të gjerë, te amaneti i lirisë. Aty poezia bëhet zëj dëshmorëve, bëhet kujtesë, bëhet betim se sakrifica e dëshmorëve dhe martirëve nuk do të mbetet vetëm pjesë e historisë, por edhe pjesë e ndërgjegjes sonë. Ky është sipas meje mesazhi më i rëndësishëm i këtij libri. Sepse liria nuk mbrohet vetëm në fushë betejë. Ajo mbrohet në shkollë, ajo mbrohet në universitet, ajo mbrohet në bibliotekë, ajo mbrohet në gjuhën shqipe, mbrohet në kulturë. Nga këndveshtrimi artistik, autorja përdor një gjuhë të pastër, të natyrshme dhe komunikon lirshëm me lexuesin. Simbolet kombëtare, shqiponja, flamuri, nëna, kulla, Mitrovica, prekazi dhe dëshmoret nuk shfaqen si zbukurime poetike, por si pjesë organike e botës së saj krijuese. Si redaktor i kësaj vepre, kam pasur kënaqësinë ta ndjek nga afër procesin e lidhjes së këtij libri dhe mund ta them me bindje se Elda Ahmeti hyn në letërsinë shqipe si poete me dignitet, me perullsi dhe me një zë që premton vazhdimsi, një duartrokitje. Faleminderit. Jam i bindur se kjo nuk do të jetë vepra e saj e fundit. Përkundrazi, besoj fort se ky është fillimi një rrugë krijuese që do të pasurohet me librat e tjerë dhe me një pjekuri gjithnjë e më të madhe artistike. Në fund, me lejoni ti drejtohem autores me disa fjalë. E nderuara poete Elda, e them zëshëm dhe me një kënaqësi të veçantë se ju sot jeni krenaria e qytetit tuajt Mitrovicës dhe e krejt kombi shqiptar. Ju lumt, ju përgëzoj. Prandaj, ruaje gjithmonë këtë ndjenjë të pastër për poezinë. Ruaje dashurinë për gjuhën shqipe. Ruaje respektin për prindrit, për historinë dhe për njeriu përgjithsisht. Sepse vetëm kështu fjala artistike fiton jetë të gjatë dhe mbetet në kujtesën e lexuesit. Të uroj që libri i parë në ndjen e Shqipës të gjejë sa më shumë lexues, të zgjojë sa më shumë emocione dhe të bëhet pjesë e bibliotekave tona familjare, shkollore dhe universitare. Urime poete Elda Ahmeti. Faleminderit. Urime letërsisë sonë për një zë të ri dhe ju faleminderit gjithë juve që me praninë tuaj dëshmoni se libri vazhdon të mbetet një nga shtyllat më të forta të kulturës shqiptare. Faleminderit. Ju faleminderit zotri Mehane.
Zotit Bërku, pas me fit, me familje. Në shenjë mirënjohje për kontributin e tij në redaktimin e këtij libri dhe për angazhimin e vazhdueshëm në fushën e letërsisë, Zotri Hysen Ibrahimi, kryetari i Shoqatës së Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptar Papa Klementin XI Albani në Suedi, së bashku me autorin e librit, do t'i ndajnë Zotrit Zymer Mehani një mirënjohje. I ftoj të gjithë anëtarët e Shoqatës Shkrimtarëve të vim këtu, edhe bashkërisht në emër të Shoqatës Shkrimtarëve, edhe Elda me neve, do t'ja ndojmë mirënjohjen për kontributin e dhënë, pa asnjë interes, po shpirtëror, kulturor, adhetar, profesor Zymer Mehani, një tërkiti shumë. Ande shumë profesor. Profi, eja me neve. Eja në anëtarët të gjithë dalim shtë. Profi, apo eja me neve? Gjithë anëtarët, ne kemi bukur anëtarë, eja me neve. Gjeni të sakë në? Nuk kena pak anëtarë Shoqatës në tërvisës, Shoqatës Shkrimtarëve. A profesor? Andën? Ma këto syza. Shoqata Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptar Papa Klementin XI Albani, mirënjohje i jepet profesor Zymer Mehani, motivacioni, për kontributin e tij të shkuar në fushën e shkrimtarisë letrare dhe për angazhimin palor në zhvillimin e propagandimit të librit shqip, veçanërisht në nxitjen dhe arrimin e autorëve të rinj, duke i motivuar ata të shkruajnë, të votojnë dhe të kultivojnë vlerat tona të letërsisë shqiptare. Vlerësohet gjithashtu për mbështetjen e vazhdueshme dhe bashkëpunimeve të pritshëm me shoqatën shqiptare dhe artistët shqiptar, Papa Klementin XI Albani në Suedi, si edhe për kontributet e tij të çmuar në promovimin e artit, kulturës dhe shkrimtarisë letrare, duke përsuar bashkëpunimin ndërmjet juazëve shqiptar në atë dhe në mëkat. Me klarinë e tij territoriale, profesionale dhe kulturore, ai ka dhënë ndihmës të rëndësishme në pasurimin e jetës letrare shqiptare dhe në afirmimin e vlerave kombëtare dhe hapësirave bashkëshqiptare. Në emër të Shoqatës Shqiptare dhe Artistëve Shqiptar Papa Klementin Albani në Suedi, kryetari. Kjo mirënjohje e ftoj vllon e Elektroshecës, dëshmuar të kombet ata të ndojnë milion. Eja këtu. Po vazhdojmë me programin. Respekt për ju. Befasit nga njëherë nga trishtojnë e nga njëherë nga bojnë shumë të lumëtën. Kjo mirënjohje që ndahet nga Shoqata e Shkrimtarëve në Mërgat, për mua ka peshë shumë të veçantë, por është emocionale kur vllau i dëshmorit faleminderit. Tek e fundit jemi njerëz dhe kemi emocione, kështu që ju kërkoj falje. Faleminderit. Vjojmë programin me recitimin e poezisë Shala e Mej Hukës, e cila do të interpretohet nga Dhurata Osmani. Po ku janë ma të bukrat male, jam krenare, jam mes shale. Me uka lindi në shalë të bajgorës, se ndali shiu as ortiqet e borës. Lumë ky meha që vdiq për atë dhej, nuk ma prek as kush këtë më dhej. E në luft, qfar tha kytrem, se shkel një shalën para trupit tim. Në shalën e bajgorës, luftas përfundon, me ukën armiku kur se frikson. Me guxim e trimri, aj së ndalët kur, për liri e nder, ngrihet si flamur. Jam bes e shalës, krenare gjithmon, në gjdo hap të historis, shala më nderon. Luftën e shalës, unë do t'a kujtoj, krenare për shalën, prore do të roj. Shala ka burra,
Shala ka trima, ata për liri janë rufe dhe të tima. Do ta mbaj flamurin, plot me krenari, le ta din të gjithë çfarë quajmë trimëri. Për lirin që fituam dhe për ata që ranë, ta mbajmë lart flamurin, amanet në elan. Me uka emër i fort si shkëmb e gur, një legjend e gjallë, shqipe në flamur. Krenaria e kombit, shpirti shqiptarit, një fjalë e ti, betim i besimtarit. Në luft s'pati frik, për liri dha jet, dheu e ruan kujtimin si thesar për jet. Në malet tona lart, zëri ti ushton. Me uka për her gjakun frymzon. Mbes shale jam, krenare në shpirt e gjak, me rënjë të forta si lisat në prag. Tradit e lavdi, unë në zemër mbaj, emrin e shalës gjithmonë do të ndaj. Fjallën ja japim Lindita Uka Ibishi, mësuesja jonë shumë e respektuar dhe mësuesja Elda Ahmeti, autorës së librit të cilin po e promovojmë sot, e cila para pak ditësh promovoi librin Nxënësi është e ardhmja. Të nderuar të pranishëm, i nderuari kryetari i shoqatës Papa Klementi 11 Albani Suedi Zotri Hysen Ibrahimi, e nderuara familja Ahmeti, miq, dashamirë të librit dhe mbi të gjitha e dashura Elda ime, nxënësja ime. Sot jam para jush me emocionet e veçanta, sepse nuk kam ardhur vetëm për ta përgëzuar promovimin e një libri. Kam ardhur të ndaj krenarin, gëzimin dhe mirënjohjen që ndjen një mësuese kur sheh se një fëmijë të cilin e ka shoqëruar në hapat e parë të dijes, sot qëndron para nesh si autore e librit të saj të parë. Elda nuk është thjesht një nxënëse për mua. Është pjesë e bukur e kujtimeve të mia. E kam njohur që në klasën përgatitore, kur me hapat e vegjël dhe me sy plot kureshtje hyri për herë të parë në klasë. E pash të mësonte shkronjat e para, të lexonte fjalën e parë, të shkruante fjalinë e parë, të zbulonte botën e librave dhe të ndronte pa kufi. 5 vite nuk janë pak. Janë vite të mbushura me mësime, buzëqeshje, sfida, lot gëzimi dhe kujtime që mbahen përgjithmonë në zemrën time. Gjatë atyre viteve, pata mundësi të njoh një vajzë të zgjuar, të sjellshme, të përkushtuar dhe me një ndjeshmëri të veçantë. Ishte e qartë se brenda saj jetonte një shpirt krijuesi. Sot, kur mbaj në dorë librin e parë të Eldës, e kuptojmë se ato ëndrat e vogla nuk mbeten vetëm ëndra. Ato u rriten bashkë me të, u ushqyen me dashuri për dijen, me punën e palodhur dhe me besimin në vetvete. Elda, sot po promovon vetëm një libër. Sot po prezanton para nesh një pjesë të shpirtit tënd. Çdo faqe e këtij libri mban brenda ndjenja, mendime, përjetime dhe guximin për t'i ndarë ato me lexuesit. Kjo është një arritje e madhe dhe një hap që meriton duartrokitje. Unë, mësuesja jote, nuk mund të fshej krenarin. Çdo sukses i nxënësve të mi është edhe imi. Nuk ka shpërblimet e madh për një mësuese se sa të shoh se para e dijes, dashurisë për librin dhe besimin në vetvete kanë dhënë frët.
Sot dua t'i drejtohem me një fjalë të veçantë familjes Ahmeti. I nderuari Ekrem, e nderuara Hadije. Pas çdo fëmije të suksesshëm, qëndron një familje që ka besuar, ka sakrifikuar dhe ka mbështetur pa kushte. Ju keni rritur një vajzë me vlerë, me kulturë, me edukat dhe me dashuri për librin. Ju lumt për këtë dhuratë që i keni bërë shoqërisë. E dashura Elda ime, mos harro kurrë, libri ka fuqi të ndryshoj jetë. Pena jote le të jetë gjithmonë në shërbim të së bukurës, të së vërtetës dhe të vlerave njerëzore. Shkruaj gjithmonë me zemër, sepse fjalët që burojnë nga zemra arrin më lehtë në zemrat e lexuesve. Jam e bindur që ky është vetëm fillimi. Ky është libri i parë, por jo i fundit. Uroj që pas këtij promovimi të vinë shumë libra të tjerë, shumë të arritura të tjera dhe shumë ëndra të realizuara. Faleminderit që më dhat mundësinë të jem pjesë e rrugtimit tënd, të jem pjesë e familjes suaj. Për mua nuk ka lumturi më të madhe se sa të shoh nxënësën time të bëhet shembull, frymëzim dhe krenari për të gjithë ne. Të uroj nga zemra që Zoti të bekoj në çdo hap të jetës, të ta shtoj dijen, mençurinë, frymëzimin. Le të jetë ky promovim fillim i një rruge të gjatë e të ndritur në botën e letërsisë. Urime Elda ime, sot je krenaria familjes tënde, e mësuesve të tua dhe të gjithë atyre që kanë besuar tek ti. Vazhdo të shkëlqesh gjithmonë. Faleminderit shumë. Ju faleminderit mësuese. Një libër fiton vlerë përmes leximit dhe vlerësimit profesional. Me kënaqësi ja jap fjalën recensentit të librit, Zotri Hysen Ibrahimi, për të ndarë me ne përshtypjet dhe vlerësimin e tij për librin Nën hijen e Shqipës. Faleminderit Elsa Pretende për këtë moderim të shkëlqyer, për erzën e të trakikje. Nderuara autore veprës Elda Ahmeti, nderuar familja Ahmeti, Ekrem me bashkëshortë, familja të tjerë, nderuari redaktor i kësaj vepre që ka punuar shkëlqyer shumë profesor Zëmer Mahone, respekt për juve, nderuari Artan Konushevci vëllai i dëshmuar të kombit, Ilir Konushevci, i doktori për vëllai. Prania juaj është nder për ne, edhe madhështon këtë vepër promovuese të cilën jemi duke organizuar dhe promovuar. Nderuar edhe shumë i dashur Agon Batusha, ministër i pushtetit lokal. Respekt për juve, për kohën që keni gjetur na përshëndetni, jeni pjesëmarrës. Të nderuar dhe ju të tjerë, dhe sot do t'i përmendi profesor doktor Sadri Rexhepi, Bahri Shyti, profesor Fazla Herizi, që ka nxjerrë shumë gjenerata, një doktorgjet për Fazla Herizin, që ka dhënë shumë respektin nga profesor Seqer Kurti, Nasir Zoni, Linda Uka, Shukri Begu, Ekrem Ahmeti, Mustafa Ziri, profesor nderuar, respekt për juve, Fidel Mbaliu, Delvina Ibishi, Ismet Januze dhe shumë ju të tjerë që sot po na bëni të ndjehemi krenar me praninë e juaj për ta promovuar veprën e Delvinës, e cila është një vepër për neve shumë e shkëlqyer. Recensën të cilën e kam përgatitur, e kam titulluar Nën hijen e Shqipës, një himn poetik për identitetin kombëtar, gjuhën anëtare dhe dashurinë për atë dheu. Në krimtarinë bashkëkohore shqiptare, po vërtetohet gjithnjë më shumë se një prirje autorëve të rinj bestueja ka filluar, për t'ju rikthyer temave themelore të identitetit tonë kombëtar, gjuhës anëtare dhe trashëgimisë tonë historike. Në këtë frym vjen edhe libri poetik i titulluar Nën hijen e Shqipës të autorës së re Elda Ahmeti,
një përmbledhje me 65 poezish, në të cilat gërshatohen ndjenja të sinqerta patriotike, dashuri për gjuhën shqipe, respekti për familjen, kujtesa historike dhe krenaria për përkatësinë tonë shqiptare dhe kombëtare. Që në poezinë hyrëse Identiteti im, poezia e titulluar, autorja përcakton qartë boshtin ideor të gjuhës dhe veprës. Ajo ndërton identitetin e saj mbi themelet e përkatësisë etnike dhe historike, duke parë shqiptarinë si një vlerë të pandashme shpirtërore. Po i citoj 4 vargjet kësaj poezie. Letër njoftimi më thot kosovar, por brenda vetes jam shqiptar. Kur dy shtetës kemi qenë, gjithmonë besh një shtet do të jem. Dr. Kitel. Këto vargje nuk janë vetëm një deklarim personal, por edhe një manifest poetik mbi vetëdijen kombëtare të autorës Elda Ahmeti. Autoria shpreh bindjen se identiteti nuk përcaktohet nga dokumenti administrativ, por nga historia, gjuha, kultura dhe kujtesa kolektive e popullit tonë shqiptar. Poezia përçon një mesazh të qartë për ruajtjen e identitetit shqiptar dhe për trashëgiminë shpirtërore që kalon nga një brez në brezin e tjetër. E po e shohim se sukseset janë duke ardhur gjithnjë më shumë, duke parë rinin tonë, duke marrë me vepra të shkëlqyera. Një poezi tjetër me ngarkesë të veçantë emocionale është poezia titulluar Trashëgimia e dashurisë, ku dashuria për atë paraqitet si vlerë e madhe që trashëgohet brenda familjes nga vetë autorja. Figura e babait shfaqet si bartës e edukimit patriotik dhe me të drejtë ka shkruar këtë poezi. Po i citoj 4 vargje. Në këtë jetë njoha veç një dashuri. Ma mësoj babai emrin Shqipëri. Mbështjell me flamur linda në këtë dhe, ma mësoj babai dashurin për atë dhe. Bravo. Në këto vargje ndihet qartë ndikimi i edukimit familjar në formimin e ndërgjegjësisë kombëtare. Sipas autorës Elda Ahmeti, Shqipëria nuk paraqitet thjesht si një hapësirë gjeografike, por si një ideal moral dhe shpirtëror që trashëgohet me dashuri dhe është amanet i rilindasve tanë. Një vend të rëndësishëm në libër zë dhe poezia Trashëgimia e gjyshit, ku autorja paraqet gjyshin si simbol të urtësisë, kujtesës historike dhe edukimit kombëtar. Në strofën e parë dhe në përmbyllet të poezisë shfaqet lidhja fort emocionale me vendlindjen. Po citoj 4 vargje, sepse janë vërtet motivuese dhe më kanë motivuar që të merrem me kritikën e këtyre poezive. Po citoj. Për këtë vend që më rrjedh loti, lumë që shqipe me falë Zoti, për ty, atë dhejës më dhimbet jeta, vend si ty në këtë botë nuk gjeta. Vërtet e vërtet. Ndërsa në fund të poezisë, prap më kam motivuar dhe i kam zgjerrur prap 4 vargje. E kështu gjyshi më mësoi krejt. Më tha se armiku s'bët i drejt. Sa e mirë këtij vendi i vjen kjo erë, kjo tokë e madhe, t'jap besë e nder. Respekt. Krejt në fund, e dashur Elda Ahmeti, poete tani këtu e tutje. Ne sinqerisht urojmë shumë urime, më të mira nga zemra. Ti tha dhe profesor Zëmer Mehani, ti tha të gjithë të tjerë, ti tha zëvendës ministri që na ka nderuar sot. Të gjithë, ti tha mësuesja jote Elda, Linda Uka, dhe unë ju bashkangjitem këtyre porosive, këtyre këshillave që rinja jonë duhet gjithmonë të punoj në fushën e kremtarisë për të ruajtur rrënjët tona të kahershme dhe për ta kryer amanetin e prindërve tonë. Të njëjtin premtim, të cilën ta dha profesor Zëmer Mehani, atë premtim ne do ta mbajmë. Ka me emocione, ne do të jemi gjithmonë për krah rinisë. Respekt. Lumt familja Ahmeti Ekrem me bashortën,
që ju jeni duke punuar në këtë drejtim edhe një mbështetje më fuqishme kësaj, dhe të tjerë, po shoh se këtu edhe institucionet shtetërore, besoj edhe komunale që i kemi të pranishëm këtu, i falenderojmë shumë që të mbështesim rinin, punojmë, të shkruajmë dhe ta duam atë dhon. Urime edhe respekt. Faleminderit. Ju falenderoj Zoti Ibrahimi për fjalët dhe vlerësimin tuaj. Të nderuar të pranishëm, çdo autor ka një histori për të treguar dhe një mesazh për të përcjellë. Sot kemi privilegjin ta dëgjojmë pikërisht nga autorja. Me shumë kënaqësi, ftoj autorin e librit Në hijen e Shqipës, zonja Elda Ahmeti për fjalën e saj. Faleminderit. Pas gjithë fjalëve kaq të ngrata, vlerësimeve të çmuara dhe mendimeve inkurajuese që u shprehen sot për librin tim, e kam të vështirë të gjej fjalët e duhura për të përshkruar emocionet që më kanë pushtuar. Zemra ime është e mbushur me gëzim, krenari dhe mirënjohje të thellë. Ky është libri im i parë, por jam e bindur se nuk do të jetë i fundit. Ai përfaqëson fillimin e një rrugtimi krijues, të cilin shpresoj ta vazhdoj me të njëjtin përkushtim dhe dashuri për letërsinë. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj, shkrimtar, poet, studios, intelektual dhe dashamirës të librit shqip. I nderuar zotri Hyseni Ibrahimi, kryetari i shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar Popa Klementi 11 në Suedi, një herësh recensent i librit tim. I nderuar profesor Zymer Mehani, redaktor i librit tim. I nderuar zëvendësministri i pushtetit lokal zotri Agon Batusha, i nderuar dhe shumë i dashur vëlla i dëshmorit Artan Ilir Konushevci, zotri Artan Konushevci, faleminderit që me prezencën juaj më keni nderuar. Sot është një nga ato ditë që do të mbetet përgjithmonë e gdhendur në kujtesën time. Me emocionat të veçanta, kam nderin të promovoj librin tim të parë me titull Në hijen e Shqipës. Një përmbledhje me poezi patriotike, të shkruara me dashuri të pakufishme për atë dhejon, gjuhën shqipe, historinë dhe identitetin tonë kombëtar. Kur e shoh këtë libër në duart tuaja, më duket sikur një ëndër e kahershme ka marrë jetë. Dikur, ai ishte vetëm një fletore e vogël, ku në heshtje dhe me shumë ndjenjë hodha vargjet e para. Sot, ajo fletore është ndërruar në një vepër që del para lexuesit dhe kjo është një ndjenjë që vështirë mund të përshkruhet me fjalë. Çdo poezi e këtij libri bart një pjesë të shpirtit tim. Janë vargjet që kanë lindur nga dashuria për vendin tim, flamurin kombëtar, për gjuhën e bukur shqipe dhe për historinë që na bën krenar si këmbë. Kam shkruar me zemër, me bindjen se poezia është një nga mënyrat më të bukura për të shprehur dashurinë ndaj atdhejut. Shpresoj që secili prej jush, gjatë leximit të këtij libri, të ndjejë të njëjtin emocion dhe të gjejë në këtë poezi një pjesë të vetes. Në këtë ditë të shënuar, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time më të thellë për të gjithë ata që më kanë qëndruar pranë dhe më kanë mbështetur gjatë rrugëtimit drejt botimit të këtij libri. Falënderimi im i parë i takon familjes sime, e cila ka qenë mbështetja ime më e madhe. Me mirënjohje të pafund falenderoj babon tim Ekremin, nënën time dhe të gjithë familjarët e mi, të cilat më kanë inkurajuar në çdo hap. Në mënyrë të veçantë dua ta falenderoj babain tim, i cili besoi tek unë që në ditën kur në fleturën time ndodheshin vetëm disa poezi. Ai nuk më lejoi kur të dorëzosha dhe më mësoi të besoja në ëndrat e mia. Sot, kjo ëndër është bërë realitet fal mbështetjes së tij të pakushtëzuar. Për këtë do të jam mirënjohëse gjatë gjithë jetës. Çdo sukses i imi është fryt i përkushtimit, dashurisë dhe sakrificës së prindërve të mi. Mirënjohje të veçantë i shpreh redaktorit të librit, profesor Zymer Mehani, i cili me profesionalizëm të lartë, përkushtim dhe pa asnjë interes material, punoi me kujdes mbi dorëshkrimin tim, duke i dhënë formën që ai ka sot. Kontributi i tij është i paqmueshëm dhe do të mbetet gjithmonë pjesë e historisë së këtij libri. Ju falenderoj përzemërsisht profesor. Një falenderim po aq të sinqert dëshiroj t'ia shpreh edhe zotri Hysen Ibrahimit, kryetari i shoqatës Popa Klementi 11 Albani Suedi, dhe një herë recensent i librit tim.
Për mua, ai është më tepër se një recensent, është një mbështetës i vazhdueshëm, një njeri që më ka inkurajuar dhe më ka udhëhequr me këshillat e tij sa herë kam pasur nevojë. Besimi për kroja e tij kanë qenë një shtysë e fuqishme që ky libër të arrinte deri tek lexuesi. Ju falenderoj nga zemra. Shpreh mirënjohjen time edhe ndaj komunës së Mitrovicës, e cila bëri të mundur financimin e botimit të kësaj vepre. Mbështetja autorëve të rinj dhe e librit është investim në kulturën, dijen dhe të ardhmen e shoqërisë sonë. Falenderoj gjithashtu shtëpinë botuese Printing Press, si dhe pronarët e saj vëllezërit Ardian dhe Arjan Mumxhiu, të cilët me profesionalizëm dhe përkushtim i dhanë këtij libri pamjen dinjitoze që ka sot. Për mua, Në hijen e Shqipës nuk është thjesht një përmbledhje poetike. Ai është një dëshmi e dashurisë sime për atë dheun, për gjuhën shqipe dhe për vlerat që na bashkojnë si këmbë. Është një përpjekje modeste për të shërbyer kulturës sonë dhe për të përcjellë tek brezi i ardhshëm ndjenjen e krenarisë sonë kombëtare. Uroj që çdo lexues të gjejë në këto faqe emocion, frymëzim dhe dashuri për flamurin, për gjuhën shqipe dhe për tokën shqiptare. Në fund, falenderoj përzemërsisht secilin prej jush që me praninë tuaj e keni bërë edhe më të bukur këtë ditë të veçantë të jetës time. Prania juaj, vlerësimi dhe mbështetja juaj janë frymëzim për mua që të vazhdoj rrugën e krijimtarisë me përkushtim, përgjegjësi dhe besim se letërsia mbetet një nga mënyrat më fisnike për të shërbyer kombit, kulturës dhe brezave që vijnë. Ju falenderit nga zemra. Ju falenderit nderuar autore. Pas fjalës së autorës, do ta përmbyllim këtë promovim me 2 poezi nga libri Në hijen e Shqipës. Ju ftojmë ta dëgjoni poezinë Çiftelia pa të Zot, e cila do të recitohet nga Enida Jusufi. Çiftelia pa të Zot. Zemra e gjyshit më çifteli, më ka marrë malli, zërin me ta ndi. Ndoshta zëri më ka shteruar, por ty pluri kus të ka mbuluar. E varur në mur, vazhdon të qëndrosh, edhe pa t'i rarë telat, vazhdon të këndosh. Përsa ishte gjyshi gjallë, ti për murin djeje mallë. Se nga dora s'të lëshonte, natë e dit ajo këmbonte. Sot besa shpërthej në valë, sytë e mi shpërthej në lot. Për mallin ndaj Zotit që për mallin ndaj gjyshit që kam dhe çiftelin pa të Zot. Ju falenderit. Dhe krejt në fund, ju ftojmë ta dëgjoni poezinë 7 zemrat e Afrim Bunjakut, e cila do të recitohet nga Dhurata Osmani. Shtatë zemrat e Afrim Bunjakut. Kush i mbajti 7 zemra në gjaks? Kush për Kosovën bëri qmos? Kush për atë dheje dha jetën, pa menduar 2 herë për vetën? Me gjakun tënë të pasër, histori shkruajte. Emrin më të mirë në zemër të Shqipës ruajte. Kush në ty shkrepi, shkrepi mbi vetën. Mos jetoft më aj që të mori jetën. 7 zemrat e tua Kosovës ja fale. Hiq pa frikë me gjaks plumbin e ndale. Kujt për Kosovë nuk ju dhem zgjaku, heroj të kombit Afrim Bunjaku. Ju falenderit. Të nderuar të pranishëm, me vargjet që sapo dëgjuam, po e përmbyllim këtë mbrëmje të veçantë kushtuar librit Në hijen e Shqipës. Në emër të autorës, ju falenderojmë për pjesëmarrjen, për mbështetjen dhe për respektin që treguan ndaj librit, poezisë dhe kulturës sonë. Urojmë që kjo vepër të gjejë vend në duart dhe zemrat e shumë lexuesve, duke përcjellë brez pas brezi dashurinë për atë dheun, historinë dhe identitetin tonë kombëtar. Në përmbyllje të ceremonisë për promovim,
Kemi nderin t'ju ftojmë të merrni pjesë në koktejlin e rastit, I cili do të organizohet në kafenin Friends përmballë fakultetit. Prania juaj do të na nderojë, do të jetë mundësi e veçantë për të shënuar këtë moment të rëndësishëm. Ju faleminderit për praninë tuaj dhe ju urojmë një ditë të këndshme. Thank you.